Të nderuar vëllezër, Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dhe Zoti juaj ka bë thirrje, lutmuni e që unë va pranoj lutjet. Allahu Ekber. Pra Allahu te bareke ve teala, edhe pse është i panevojshëm për krijesat janë ata të cilët kanë nevojë për Allahun Azza wa Jall. Megjithatë ai subhanahu wa taala me këtë lutje kaq të butë dhe kaq të bukur po na thret dhe po na thot: "Ud'uni, lutmuni mua, astajib lakum", që unë va pranoj lutjet. Andaj thot Imami Ibn Kathiri rahimahullahu taala në komentimin e këtij ajeti, këtu tregohet bujaria dhe butësia e madhe e Allahut Azza wa Jall. Edhe pse është i panevojshëm për krijesat, megjithatë ai thret ata që ata të gjithë nevojat t'ia paraqesin Allahu te bareke ve taala, dhe Zoti Xhelle Xhelalu ju ka premtuar atyre se do të va pranon lutje subhanahu wa taala. E Imam Hasan al-Basri rahmetullahi alayh, kur lutesh të ndonjëherë natën thonte: "O Allah, o ti që gëzohesh kur krijesat të luten dhe hidhërohesh kur ata nuk të luten, i lartësuar qofsh, nuk ka Zot sikur ti." Po ju robër të Allahut, meditoni në gjendjen e krijesave. Në qoftë se i lutesh krijesave një herë, dy herë dhe tre herë, ai e shfaqen fukarallëkun dhe ta mbyllën derën. Po ju robër të Allahut, sa herë vëllahu i kërkon diçka, një herë dhe dy herë, dhe të tretën i thot: "O vëllahu im, kam pas shumë shpenzime, kam pas shumë harxhime, andaj ma bën halal, nuk mundem që të ndihmoj." Dhe e mbyllën derën në momentin kur e shfaqen fukarallëkun dhe nevojën. Kurse Zoti juaj nuk është i tillë. Allahu Xhallahu ala gëzohet, Allahu te bareke ve teala gëzohet kur njeriu e shpeshton lutjen tek ai Xhelle Xhelalu. Andaj ju robër të Allahut, a nuk kemi nevoja dhe kërkesa, a nuk kemi halle edhe borxhe, po pse nuk ja drejtojmë hallet tona Zotit te bareke ve teala? Trokite derën e qiellit, do ta gjej çdo herë të hapur derën e Allahut të madh te bareke ve teala. O ju robër të Allahut, Zoti ju i Xhellahu ala në Kur'an thot: "Wa idha sa'alaka ibadi anni", e kur robërit të pyesin për mua, "fa inni qarib", tregoj ju atyre se unë jam afër. Allahu Ekber. Allahu Xhellahu ala është afër lutjes të lutësit. Kur ai lutet, ai Xhelle Xhelalu e dëgjon atë, ai subhanahu wa taala e pranon atë. Andaj o ju robër të Allahut, para së gjithash shfaqja varfërinë dhe fukarallëkun Allahu te bareke ve teala. Ngriti duart e tua tek Zoti Xhellahu ala dhe përgëzoju me pranimin e lutjes. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith i cili wallahi e lëvizën zemrën në gjoks dhe e përlotën syrin në ball, ku i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam thot: "Inna Allaha hayyun kerimun yastahi min al-abdi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran khaiba." Pra pejgamberi alaihi salatu wasalam thot: me të vërtet Allahu është i turpshëm, është bujar. Allahu Ekber. Allahu është i turpshëm dhe është bujar. Turprohet kur robi i çon duart tek Allahu dhe Allahu t'ia kthen duart bosh. Allahu Ekber. O ju robër të Allahut, ki Zoti i madh dhe bujar, i panvarur nga krijesat e tij, turprohet kur ndonjëri prej nesh i ngritën duart tek Allahu dhe thot: "Ja Allah", vetëm që Zoti Xhelle Xhelalu do t'ia kthen duart të mbushura për plot te bareke ve teala.